thot. Okej. Gati. Florbina, përveç faktit që njerëzit sot janë ditën e 38 dhe duke domethënë, mendon që ka lënë disa gjëra që në gojën tonë ngelen të përditshme, për shembull refreni Rama jep dorëheqjen. Po, ka lënë jo vetëm refrenet, ka lënë edhe kujtimet e bukura. Ne kemi parë për herë të parë që kemi një rini kaq të bukur. E kemi parë, kemi njohur njëri tjetrin në mënyrë që asnjëherë s'do na bënte bashkë, domethënë, përveç se vendimeve të gabuara dhe mos kokçarja, mos pyetja e qytetarëve. Po ti kishe dhënë 100 milion gjëra, nuk do të bëshin bashkë kaq shumë njerëz në shesh. Edhe përveç saj, një energji e jashtëzakonshme që më në fund kjo gota u mbush, pas ka qenë shumë gota e madhe. Shumë e madhe, pas ka qenë. Ndoshta pas ka qenë çike ciflos me poshtë rrjedhi çik. Po më në fund kjo gotë u mbush dhe më në fund njerëzit nuk besojnë më gënjeshtrave që janë thënë gjithë këto vite, këto 36 vite, që kjo nuk bëhet se kështu, kjo nuk bëhet se ashtu, kjo nuk bëhet se kështu. Në fakt, thjesht nuk kanë dashur të bëhen ato gjëra që nuk kanë bërë. Ti ke qenë gjithmonë këtu, e ke mbështetur, e ke promovuar faktin që një protestë e tillë, mbas është edhe e vonuar, por kurse e jashtëzakonshme, ka vlerat e veta. Si e parashikon fundin e saj, nëse do ketë një fund? Unë nuk mendoj që do ketë një fund, mendoj që do ketë një konkluzion, po fundi i protestës do jetë fundi i dytë, mbas fundit të parë, që duhet të jetë fundi i kësaj marrëzie, kësaj qeverie. Në një mënyrë ose një tjetër, nuk e di ta përcaktoj sepse unë nuk jam aq i aftë që ta di çfarë do ndodhi në të ardhmen. Asnjë nga ne nuk e dinte në datë 30 maj për shembull, që ne do ishim këtu sot mbas 30 ditësh. Asnjë nuk i shkonte në mendje, askujt nuk i shkonte në mendje, që ne s'mund ta dim çfarë do vinë. Por unë mendoj që momenti që qeveria tërhiqet nga gjithë ato gjëra që kanë sjellë njerëzit këtu, nga shumë gjëra, do jetë fundi i saj dhe fundi i protestës. Mendojnë që edhe Spaku mund të jetë një aktor shumë i rëndësishëm për të dhënë fund këtyre ecejakeve edhe le të themi lodhjes së përditshme qytetarëve që çdo ditë mbushin sheshin. Mos flas edhe për ditë që shkon edhe në kuvend, ë? Unë mendoj që Spaku e ka fut këmbën histori me ato që ka bërë, po nëse do doj të jetë histori, njësoj si ata heronjt që kemi lexuar ne që kanë sakrifikuar shumë gjëra, të jenë vërtet heronjt e fëmijëve tanë, do duhet që në këtë moment ta shtyjnë më tej, ta përdorin këtë energji që është këtu dhe të japin gaz dhe ta çojnë përpara, sepse këto gjëra që janë vjedhur këtë vend i di dhe ai plumbi që rri lart, i di dhe ai Miu Kelana, i di dhe ai Bufi në përpem, i di dhe ajo Sorra në për shkurre, kështu që Spaku ka në dorë një moment historik, ka në dorë momentin e shndrimit të ajo forcë e brendshme të pasi që ne se kemi pas fatin ta kemi pas ndikimin nga forcat e jashtme, ka mundësi ta bëjë Spaku. Me që jemi tek forcat e jashtme, sigurisht që për herë të parë në botë Shqipëria dhe promovohet jo vetëm nga mediat e huaja, por edhe nga kancelaritë e huaja. Kjo është ajo që e bëri kjo protestë. Përveç faktit që sot na njohin si një popull rezistent që kërkon liritë dhe do tokën e tij. Mendojnë që të huajt e kanë mbështetur protestën, kancelarit po flas, ata që kanë diçka më shumë në dorë, jo mediat. Mediat bëjnë detyrë. Kancelarit unë nuk mendoj se ata nuk e kanë ditur se me kë kanë të bëjnë. Janë blerë, e kanë njohur që në kryet herës se çfarë tipi është ky. Dhe ky gjithmonë kur shonte mirë gjëra këtu, blinte dikë ande që fliste mirë për të, që pastaj thonte këtyre këtu që ja, po të flisni ju kështu se shi çfarë thot ky. Dhe neve kemi edhe një pikë të dobët që i besojmë më shumë të huajve se sa njëri tjetri. Por nami kësaj proteste i ka treguar Europës që ne dim të distancojmë nga dhuna. I ka treguar Europës jemi racë e bukur, me thënë drejtën. Jemi racë e bukur dhe kur e thot Flori, nëse je shit, boqi. Nuk janë trillim ato legjende, jemi racë e bukur. Dhe i ka treguar Europës që ne si popull jemi të distancuar nga ato vendimarrje që për ata mund të duken okay, se thotë për sa kohë ju e votoni, për sa kohë ju nuk protestoni, është okay, domethënë. Dhe i ka hapur çikë, i ka shkundur çik plurat. Si ke qenë deri diku i angazhuar në një avantazh politik? E ke parë tek populli se sa të zhgënjur janë, sa të uritur janë për një qeveri më të mirë, se sa nevojë kanë ata financiarisht për të jetuar dhe për të shtyrë muajin. A mendon që kjo protestë i bashkon të gjithë?
të majtë të djallë të qendrës, gjithçka. Unë mendoj dhe kam thënë dhe shpesh që një politikë e keqe nuk është se i bën mirë të atyre që janë pushtet dhe i bën keq atyre që janë pushtet. Një politikë e keqe i bën keq gjithëve. Të gjitha. Ti mund ta blesh atë popull që mos ta hapi gojën, ti mund ta blesh atë popull që mos protestoj, ti mund ta blesh atë që mos i bëj like dikujt që ka thënë vërtetën, ti mund ta blesh atë popull edhe që të shaj atë që thonë vërtetën. Dhe këtu mediat janë shumë të pakta, mediat që dalin thonë vërtetën, gazetarët janë shumë të pakta, dhe ti je një nga ato që del të thuat vërtetën. Dhe kjo ka ardhur një pikë që kjo protestë i ka bashkuar gjithë bashkë dhe nuk ka gjë që na ndan tani. A shi ke një mesazh se unë jam e sigurt që patronazhistët do të jenë aty në çdo fjalë tonën. Kështu mesazh që do të çoja aty. Patronazhistët. Se janë goxha. Jo, ideja është që keni në dorë të hyni në histori si Hamza, të quheni Hamza, dhe mos harroni që me teknologjinë e sotme nuk do shpëtoni. Do vi një ditë që ju do detyroni të paguani për gjithë ato që po i bëni këtij vendi, që po e mbani zvarr. Por një mesazh më të rëndësishëm e kam për pensionistët, nëse mundem. Patjetër. Sepse pensionistët kanë në dorë edhe fatin e fëmijëve të mi. Edhe fëmijëve tu dhe atyre fëmijëve që nuk kanë lindur ende. Kështu që një moment vini dorën zemër, sepse fal kësaj rinie që është këtu, ju po merrni pensionin. Është kjo rini që po punon, që ju në një farë mënyrë po e përzini duke votuar politikat e gabuara, që pastaj qani në darkë, sepse edhe fëmijët tuaj kanë ikur në emigrim, e qani në darkë dhe e votoni ditën. Kështu që ndajni mendjen sepse edhe ju keni në dorë fatin e këtij vendi. Ju lutem shumë mos e keq përdorni këtë mundësi. Tash do na tregosh pak për dorën e aksidentuar apo? Jo, isha duke dhuruar gjak për fëmijët talasemik, që bëj për shumë vitesh. Bravo Floren. Unë të konsideroj si jo vetëm si një artist i humorit dhe i showut në përgjithësi, po ti edhe një artist i fjalës dhe pse jo edhe i sheshit. Kështu që suksese. Shumë faleminderit. Më vjen mirë.